Evakuimit të qytetarëve të Kosovës nga Izraeli, po ne strategjisë në takim me fuqinë shpinë e bardha shkoni? Qytetarët e Republikës së Kosovës shënojmë ditën ndërkombëtare të mbijetuarve të dhunës seksuale, të mbijetuarave të dhunës seksuale gjatë luftës në nivel global. Kosova jep një kontribut të veçantë. Kjo është një ditë kur respektojmë dhe nderojmë memorien kolektive për atë çka ka ndodhur në Kosovë. Mbi 1700 të mbijetuara dhe të mbijetuar të dhunës seksuale tani më është njohur statusi të mbijetuarve dhe Kosova në nivel global jep një model të veçantë të reparacionit administrativ për të mbijetuarat, i cili nuk është në asnjë mënyrë kompenzim i humbjes së tyre, por vetëm njohje e humbjes dhe njëkohësisht ngrit zërin për gjitha ato dhunime seksuale që aktualisht, momentalisht janë duke u përdorur si mjet lufte në të gjitha vatrat e luftës në mbar botën. Ne nderojmë kujtimin e të mbijetuarave dhe njëkohësisht bëjmë thirrje që angazhimi i gjithë liderëve botror dhe liderëve botrore për t'i parandaluar dhunimet seksuale si mjet lufte dhe mbi të gjitha në rastin e Kosovës për t'i sjellë para drejtësisë të gjithë ata që kanë kryer krime në Kosovë pa dallim gjinie. Sot jemi këtu në ditën ndërkombëtare të personave të mbijetuar seksualisht për krimin, pra dhunën seksuale gjatë luftës në Kosovë. Është një krim i rëndë, një mjet lufte që Serbia e ka përdorur gjatë periudhës së luftës dhe në këtë drejtim, sipas raporteve vendore dhe ndërkombëtare, është konsideruar që rreth 20.000 persona janë dhunuar seksualisht gjatë luftës në Kosovë. Si Qeveria e Republikës së Kosovës, që nga fillimi i mandatit, kemi ndërmarrë veprime konkrete për të adresuar krimet e luftës. Si që jeni në dieni, Qeveria e Republikës së Kosovës e ka themeluar Institutin për krimet e luftës, pra ku do të dokumentohen dhe do të verifikohen e ulëmtohen të gjitha krimet që kanë ndodhur në Kosovë gjatë luftës. Po ashtu kemi mundësuar votimin e strategjisë për drejtësinë tranzicionale, ku shumë prej rekomandimeve që dalin nga kjo strategji i adresohen nevojave pra të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës, burra e gra, duke pasur parasysh që ka pasur edhe djemë edhe burra të cilët janë dhunuar seksualisht gjatë luftës në Kosovë. Po ashtu kemi mundësuar rritjen e kapaciteteve në prokurisë speciale për adresimin e krimeve të luftës, e gjithashtu kemi mundësuar gjykimin mungesë, duke pasur parasysh që Serbia nuk i dorëzon kriminalët e luftës. Prandaj, siç e dini, edhe kjo dispozit e re ka filluar të zbatohet nga ana e institucioneve të drejtësisë. Është lajm i mirë që ne kemi tashmë një gjykim formës prerë për dhunim seksual gjatë luftës, pra siç e përmenda, një krim i rëndë i cili nuk parashkruhet.
Po ashtu kemi edhe vendimet të tjera të cilat së fundi janë ndërmarrë nga ana e institucioneve për kriminalët të cilët kanë dhunuar vajza e gra, burra e djemë, fëmijë, po ashtu gjatë periudhës së luftës. Ne si Qeveria e Republikës së Kosovës do të mbështesim nevojat e institucioneve në raport me adresimin e krimeve të luftës. Është e vërtetë që kohës së fundit ka pasur një përparim në këtë drejtim. Ju e dini që përgjegjësinë për krimet e luftës, për adresimin e tyre fillimisht i kishte UNMIK-u e pastaj EULEX-i, por as për të parën dhe as për të dytën, pra si dy misione në Kosovë, ne nuk kemi qenë të kënaqur me punën që e kanë bërë. Që nga viti 2018, këto kompetenca janë në kuadër të prokurisë speciale, prandaj si që përmenda jemi shumë të gatshëm që t'i adresojmë nevojat, por po ashtu në këtë drejtim, unë sot inkurajoj të gjithë personat e dhunuar gjatë luftës që të aplikojnë për njohje të statusit, duke pasur parasysh që së fundi edhe është shtyra fati për aplikim, por po ashtu edhe për anëtarët e komisionit. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që krimi që Serbia e ka bërë në Kosovë, pra Serbia ka bërë edhe krime të tjera të luftës në Kosovë, por specifikisht pra për dhunimin seksual, unë inkurajoj të gjithë personat që të aplikojnë pra edhe për këtë status, sepse është e rëndësishme që të kemi edhe dokumentim për këto krime. Ne do t'i qëndrojmë pranë nevojave të personave të mbijetuar. Tashmë kemi ndërmarrë, siç e përmenda, disa veprime, prandaj edhe është e rëndësishme që të vazhdojmë bashkëpunimin dhe angazhimin të drejtim, por sidomos që të kemi drejtësi për rastet e krimeve të luftës dhe dhunimit seksual gjatë luftës. Faleminderit. Të gjithë ata që e kanë përjetuar dhunën seksuale të vinë pranë Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit personave të dhunuar gjatë luftës, që t'ju njihet kjo e drejtë e garantuar tashmë me ligj dhe t'ju njihet statusi si person i dhunuar. Kjo është një proces administrativ që duhet të vazhdojë, duhet t'ju njihet kjo dhe t'ju jepet të drejta cilëve ju takon. Mjaft kanë heshtur deri tani dhe mendoj që është momenti i duhur që ata duhet të tregojnë dhe të mos heshtin më. Kemi raste të cilat kanë dalë publikisht, por megjithatë unë shpreh thirrjen time aktualisht në këtë vend ku jemi që të aplikojnë, sepse procesi është konfidencial. Është shumë e rëndësishme ta kuptojnë viktimat që edhe nuk ka nevojë të dalësh publikisht. Ti je viktime e dhunës seksuale gjatë luftës, mund të vish në komision të aplikosh, të njihet e drejta jote si viktime e dhunës seksuale gjatë luftës dhe e tregon të vërtetën që ka ndodhur me ju. Prandaj i ftoj të gjithë të aplikojnë në këtë komision deri në mars të vitit 2027. Faleminderit për pyetjen, interesimi ka qenë gradual, do të thotë çdo vit parafërsisht i kemi rastet e numrat e njëjtë, sepse është punuar shumë në këtë drejtim, është punuar shumë me ndërgjegjësim dhe në kampanja të ndryshme vëdësuese ku palëve ju është bërë me dije se ekziston komisioni, po ashtu qeveria ka ndërmarrë aktivitete të ndryshme duke i licencuar edhe 4 organizata jo qeveritare të cilat i mbështetin këto viktima që të vinë pranë komisionit. Po ashtu janë edhe departamentet e familjeve dëshmorëve në kuadër të regioneve mbrana Kosovës ku mundën viktimat të drejtohen te ata dhe matutje edhe te komisioni dhe po ashtu mund të vinë direkt në komision që është ndërtesa e ish bankës të Ljubljanës, ku ata mund të vinë dhe të aplikojnë drejt për drejt në komision. Normalisht ndërgjegjësimi dhe të gjithë ajo thirrje që është bërë ka pas ndikim, po mendoj që edhe puna e mirë që është bërë deri më tani edhe komisionit edhe institucioneve tjera ka bërë që viktimat ta kuptojnë që duhet të lajmërohen dhe nuk është diçka që duhet ta mbajnë për vete. Ajo është krim që ka ndodhur dhe si till duhet të identifikohet që ka ndodhur një krim i tillë. 1 ose 2, nuk është më rëndësi sa persona vinë në komision, është më rëndësi të tregohet që këtu ka ndodhur krimi dhe që ka dhunë seksuale. Po ashtu i bëj thirrje të gjithëve që t'i mbështesin këtë kategori të personave, edhe familjarët e tyre, edhe institucione tjera, edhe individët në përgjithësi, sepse ka nevojë për me zhduk stigmën që ende ekziston dhe po ashtu ka nevojë për një mbështetje shumë të madhe nga të gjithë ne.